si funksionon sistemi i emigracionit amerikan për ata që duan të shkojnë në mënyrë të ligjshme, duke qenë se ju jeni një ekspert? Ka plot mënyra të ligjshme bashkimet familjare që kryesojnë, apo lotaria amerikane që është një fat për ata që e duan të emigrojnë në Shtetet e Bashkuara. E them për ata që e duan të emigrojnë sepse shikojmë që ka persona që hedhin llotarinë thjesht për të provuar fatin. Dhe pastaj shikojnë që zhgënjehen nga ajo që gjejnë këtu, sepse kanë menduar, dhe mund të flasim edhe më tepër për këtë, ndoshta për pjesën e çfarë i pret në Shtetet e Bashkuara. Por, domethënë, bashkimet familjare janë kryesore, llotaria, janë edhe vizat e punës, por që kanë më tepër sfida, kanë më tepër kërkesa, dhe janë më të vështira për të realizuar, por jo të pamundura. Pra këto janë procese të ligjshme me të cilat shtetat shqiptar mund të shkojnë në Shtetet e Bashkuara. Ju e thatë, zotë Masaku, me qenë se ECEK-ët kanë nga ata që aplikojnë për lotarinë amerikane vetëm thjesht për provuar fatin dhe zhgënjehen nga ajo se çfarë gjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në çfarë rastesh jeni hasur ju që kanë të bëjnë pra me këto kërkesa, por kanë gjetur një realitet komplet ndryshe atje? Atëherë, mund të them këtë gjë. Unë do doja që një person, edhe në grupin tim kam bërë një shkrim, do doja që shumë ata persona që emigrojnë, që kanë në plan të emigrojnë në Shtetet e Bashkuara, në fillim të kishin mundësinë që të vinin një herë ta shikonin, por jo me syrin e turistit, sepse kur vjen si turist, çdo gjë këtu të duket shumë e bukur. Pra, je turist dhe je në atë sensin që po e kalon kohën bukur. Por me atë syrin, po sikur unë të jetoj këtu. Pra, për të bërë një lloj plani real në mendjen tënde, se çfarë të pret. A është e përshtatshme të jetosh këtu? A është e përshtatshme për familjen tënde që të jetosh këtu? Pra, të gjitha këto në atë, ose ku do të përshtatesh ti, në çfarë profesioni do të përshtatesh? Ku do të jetosh ti, dhe duke parë të gjitha këto, do të bësh një analizë çfarë po lë mbrapa, dhe kur them mbrapa, lë gjithçka tjetër, pra ti lë qoftë karrierën tënde profesionale, ti lë gjithë miqësinë që ke, shoqërinë që ke, pra anën sociale, për të përballur me një jetesë të re, dhe a do ta arrish ta gjesh këtë pjesë, domethënë në Shtetet e Bashkuara. Dhe kam parë plot nga ata çiftet në përgjithësi të reja, të cilat e kanë marrë vizën dhe pastaj thonë si do t'ja bëj tani, sepse unë nuk dua që të qëndroj në Shtetet e Bashkuara. Dhe problemi është që kur je me green card, është shumë e vështirë që të mbash green cardën dhe të mos jetosh në Shtetet e Bashkuara. Në kushtet aktuale ka qenë kjo gjë, por në kushtet aktuale është bërë shumë herë më e vështirë që të arrish të mbash green cardën dhe të mos jetosh në Shtetet e Bashkuara. Kështu që rekomandimi im, këshilla ime do të ishte për ata persona që vërtet e duan të emigrojnë, atëherë të aplikojnë për llotarinë apo për programet e tjera, pasi do bëhet sfidë mbajtja e green cardës. Qartë, zotë Masaku, lotaria siç dihet është pezulluar, por çfarë dëmesh ka sjell kjo, sidomos për ata shqiptarë të cilët kanë pasur dëshirë për të shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pikërisht drejt kësaj rruge? E vërtet, lotaria është anulluar për shkak të një sulmi që ndodhi në Universitetin Brown nga një ish person i cili e kishte fituar green cardën nëpërmjet lotarisë. Dhe administrata aktuale është shumë serioze, strikte, e rrept, me të gjitha shkaqet që mund të sjellin probleme në Shtetet e Bashkuara, dhe fatkeqësisht është pezulluar programi i lotarisë pa fat. Dhe në fakt jam i shqetësuar për programin e lotarisë, sepse lotaria mbaron më të pritet shtator të 2026-s. Pra nëse këto viza nuk do të lëshohen përpara kësaj date, atëherë fatkeqësisht ky program do të mbyllet, përveç nëse ata arrin që të fitojnë gjyqin dhe gjyqi t'u jap të drejtën për të marrë vizën e tyre. Sigurisht edhe pjesa e gjyqit ka, domethënë, nuk është e garantuar as pak. Kemi parë në vitet gjatë Covidit, ku vetëm një pjesë e vogël arriti të fitojë vizat, një pjesë e madhe e tyre që e hodhën në gjyq nuk arritën dot që të marrin vizat. Pra nuk ka garanci, por edhe më bën shpesh pyetje,
atë marr pjesë në vendimin gjyqësor, si pjesëmarrës në gjyq. Sigurisht që këtë vendimari duhet ta marrë vetë personi duke parë gjitha, duke parë koston, duke parë që a ja vlen, duke parë numrin, çfarë numri ka normalisht në llotari, sa më tullet aq më të mirë. Dhe a ja vlen pra kjo kosto për qëllimin që ka. Sepse në një farë mënyrë fatkeqësisht u mbetet edhe një peng nëse do të fitojë llotaria, pra nëse do të gjyqi, nëse do të fitojë dhe personi nuk merrte pjesë, mbetet edhe një peng që pse nuk mora pjesë. Për ata që vërtet duan edhe një herë përsëris që duan të emigrojnë. Zotin Mansaku, po ashtu një rrugë tjetër ju e përmendët paksa është edhe ajo nëpërmjet bashkimit familjar, por ne shohim raste, sidomos në Shqipëri, që thonë që këto aplikime janë ndërmarrë para 10 vitesh, 15 vitesh dhe ende nuk i ka ardhur drita e gjelbër për të shkuar drejt SHBA-s. Çfarë ndodh në këtë rast dhe ka një hendek mos gaboj për fëmijët që janë mbi 21 vjeç që nuk mundet të thënë me prindërit edhe në rast se bëhet një bashkim familjar, nuk e di se si rezultojnë këto raste. Më lër të them paksa pjesën e kemi aktualisht një pezullim të vizave edhe për bashkimet familjare për Shqipërinë, Kosovën, Malinezi dhe Maqedoninë. Dhe janë 75 shtete në fakt, por këtu fatkeqësisht hyn edhe Shqipëria në këtë listën e pezullimit të lëshimit të vizës, më duhet ta theksoj, të lëshimit të vizës imigruese. Ndërkohë që te llotaria jam më i shqetësuar, sigurisht edhe kjo, domethënë nuk ka ndodhur më përpara që të pezullohet lëshimi i vizave për po themi për prindërin e qytetarit amerikan apo për bashorten fëmijën e qytetarit amerikan, dhe shpresoj që do të ketë një zgjidhje kjo çështje. Tek llotaria jam disi më i shqetësuar në atë pjesë. Tani të vim tek pyetja jote. Bashkimet familjare ndahen në nën kategori të ndryshme. Ka bashkime familjare për persona që quhen personat me të rrethit të ngushtë familjar, të cilët janë bashortja e qytetarit amerikan, fëmia e qytetarit amerikan, prindi i qytetarit amerikan, të cilët nuk kanë asnjë lloj kufizimi për të marrë vizë. Pra, ti bën bashkimin familjar sot, dhe më duhet të theksoj edhe këtë tjetër. Pezullimi i lëshimit të vizës nuk ndikon në asnjë lloj procesi tjetër. Pra, çdo proces vazhdon. Personi këtu në Amerikë mund të bëjë bashkimin familjar edhe sot që flasim. Personi ajo aplikimi pasi është miratuar, kalon te qendra kombëtare e vizave, vazhdon procesimi me qendrën kombëtare të vizave dhe pas asaj kalon edhe për intervistë. Dhe bëhet edhe intervista. E vetmja gjë në këtë moment që nuk po bëhet është nuk po lëshohet viza për vizat emigruese. Okay? Tani përsëri tek kategoritë. I përmendëm kategoritë prind, fëmijë apo bashortë të qytetarit amerikan. Për këto nuk ka asnjë lloj kufizimi. Pra në çdo moment këto normalisht duhet të vazhdojnë. E zëm se nuk do të ishte pezullimi, këto vazhdojnë, lëshimet e vizave do të vazhdonin në çdo moment.